Mirëmëngjes të dashur miq, mirë se erdhët në Vila 24, jemi bashkë, është e mërkur, pa që një ditë sa më të bukur sot. Mirëmëngjes e dashur, gjithashtu edhe për ti një ditë e bukur. Faleminderit. Mirëmëngjes dhe ju të dashur miq, ju urojmë si gjithmonë një ditë bukur dhe ju ftojmë këtu tek Këndi ynë i gatimit për të parë receta që do përcjellim sot. Çfarë do të bëjmë sot? Do të bëjmë qumështor baklava. Edhe pse thoni tani, nuk bëhet vetëm në festa, në vitë të rije, në këto gjëra, bëhet edhe gjatë gjithë vitit. Patjetër, na shkon ndërkohë që dhe miq tan, domethënë do të fillojnë domethënë atë pjesën e agjërimit që do të shtrojnë sefyr. Pa, sefyr, iftar, muaji i agjërimit, muaji i bekuar edhe i rëndësishëm për besimtarët musliman që do të nisë shumë shpejt, kështu që edhe ne vaktet tona her pas here do të kemi parasysh edhe për këtë për këtë pjesë të audiencës që do të thotë i kanë më shumë të rëndësishme ato vaktet e ditës dhe duhet jemi të furnizuar me energji, të të ushqyerit shëndetshëm. Me kalori, me këto për të rezistuar ditës, domethënë që ato nuk konsumojnë ushqim. Atëherë, sot çfarë do bëjmë tjetër? Neve do të bëjmë këtë dhe me që se kemi pasur këto tako, do të kalojmë dhe tek pjesa e të rinjve, të cilët jo dhe neve nuk na pëlqejnë, por ata pak më shumë. Kështu që i kemi përbërësit mbi tavolinë dhe i do të tregojmë më mbrapa mënyrën se si do të përgatiten. Këto që janë shumë të thjeshta, thjesht që të keni këto përbërës. Dhe këto i gjeni tek kompania Neranzi që thot Anila. Por unë të filloj me njëherë për të treguar mënyrën se si do të bëhet ky, do me thënë qumështor baklava, që të bëhet qumështori, sigurisht që duhet bërë krema. Dhe kremin unë do të bëj me simigdali ose miell ermik, kjo them unë ndryshe. Dhe bëhet shumë e mirë qumështori në fakt me miell ermik. Këtu tek kena kam një kështu limon, të cilën ma hequr pjesën e cipës. Këtu do të bëja të trazimin e sheqerit, të simigdalit, të vezve, dhe më mbrapa pastaj do të shtojmë gjysmën e sasisë së qumshit që të më ngrohet, edhe gjysmën do ta kem atje që të bëja të përzierjen. Pra, gjëja e parë që ne kemi bërë para se të fillonim përgatitjen e qumështorit baklava për ju, është të kemi shkrirë gjalpin, të kemi ngrirë cipën e limonit në një enë dhe gjysmën e qumshit po e vëmë tani në një tenxhere për të ngrohur. E ndërkohë kemi edhe përbërësit e tjerë këtu mbi tryezë, të cilat janë të gjitha dedikuar kësaj recete. Gota ime merr 300 ml qumësht. Do të hedhim një dhe një do ta kem këtu për të shtuar, do me thënë më mbrapa tek pjesa. Pra një gotë ujë të mbushur plot. Plot, po. 2 gota ujë qumësht duhen. Po njërën do ta kem këtu. Tani do të hap edhe këtë simigdali. Ku do të hedhim edhe këtë. E ndërkohë, me qënë se jemi tek mielli simigdal, një ndër produkte që ju shumë shpesh na pyesni në fakt, jo vetëm për recetat që mund të përdoret, për termat të ndryshëm që njihet në kulinari, pra mielli ermik ndër të tjera, mund ta gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve Neranzi dhe jo vetëm mielin simigdali në fakt, të cilin ne e etiketojmë të tillë pasi me të njëjtin emër e gjeni edhe në paketimin tek dyqanet Neranzi për ta bërë sa më të lehtë pazarin tuaj dhe gjithçka që ne kemi në tryezë sot do të mund t'i gjeni pikërisht në të gjitha pikat e dyqaneve Neranzi si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë, janë simigdal. Kështu që bëni pazarët tuaja, jetoni shëndetshëm, ushqehuni me një regjim ushqimor të domosdoshëm nga mëngjesi deri në mbrëmje dhe mbi të gjitha me superfood apo super ushqime. Dhe kjo do të jetë tema që do të flasim sot në fakt pas orës 10, çfarë konsiderohen super ushqime, të cilat i gjejmë tek Neranzi, informacionet do ta marrim më vonë. Tani do të shijojmë recetat e katit. Atëherë do dashuran visa, këtu tek ena kam hedhur simigdalin, 4 luk simigdali, kam shtuar më mbrapa 4 luk sheqer, nëse doni mund të shtoni edhe 3, dhe do të shtojmë tani edhe 2 kokra vezë të plota. Ndërkohë që kam vendosur edhe qumshin që të më ngrohet, tani la të lutem. Po, ja e ndezunat. Se nuk e di pse u fik. Pak qumësh është, kështu që do filloj me një herë të marrë temperaturë. Pra, cipën e limonit, sheqerin, simigdalin dhe vezët. Këto janë. I hedhim këtu, i bëjmë një përzierje dhe do të shtojmë edhe qumësht të ftohtë. Ndërkohë që do të shtojmë edhe vaniljen, po vaniljen do ta hedh në momentin e fundit, që do të më jetë bërë gati, ndërkohë që do të shtoj edhe një lugë gjalp. Nga sasia e gjalpit që neve kemi vendosur atje tek tabela, do me thënë tek produktet, do të jetë edhe një lugë të supës, të cilën do ta hedhim në momentin që do ta hedhim nga zjarri, do me thënë që të bëhet gati pjesa e kremit. Se ky është një krem faktikisht. Çfarë do të ndihmoj unë? Qumshin. Qumshtin. E do në gocë. Ta bëjmë si mas që ta shikojnë anvisat, po jo se dhe nuk është ndonjë gjë. Dhe nëse e shikoni, do me thënë që u bë pak më i plot, nuk ka problem, mundet të shtoni pak qumësht edhe e holloni. Do me thënë të bëhet kremi aq sa duhet. Edhim tani edhe pjesën tjetër të qumshit, e trazojmë.
Ndërkohë që këtu hedh edhe një majë skrip. Edhe pak skrip, okej. Që është e vërteta, unë në çdo lloj ëmbëlsire shtoj nga një majë skrip, edhe nëse nuk u avë aty tek pjesa e produkteve, ju e duhet ta keni parasysh që në çdo lloj ëmbëlsire, në kek, në ëmbëlsira të ndryshme, është mirë që të shtoni një majë skrip, sepse, si thuash, bën atë reaksionin, heq djegjen e sheqerit, ndërkohë që edhe në sherbet, sepse ne do t'i bëjmë edhe me sherbet këto, do të shtojmë një fet limon, që dhe aty limoni luan këtë rolin, do me thënë që mos të sheqeroset sheqeri, mos të ngri, po, edhe të mos ketë atë djegjen e sheqerit. Me qënë se jemi tek recetat dhe ne po themi, i kemi në recet, i shojmë pak recetat, se e kemi edhe me disa faza në fakt. Tani po anin, sepse mua më duhet kohë që të bëj këtë përzierjen e kremit. Bukuri. Pra, ato masën që përgatitëm në tas, ja shtojmë qumshit në tenxhere, e trazojmë derisa të filloj të bëj ato fuskat e para. Okej, atëherë le të fokusohemi pak edhe një herë tek recetat e të japim kohën e nevojshme edhe zonjave zotrime që po na ndjekin, atyre që duan ta përgatisin qumështorin baklava, se cilët janë përbërësit që do t'i duhan kësaj recete. Një pako pet baklavaje, 100 gram gjalp, 200 gram ara të bluara, 3 lugë galet, pra buka e thekur e bluar. Kremi do të përgatitet, si që kemi nisur punën, pra me 600 ml qumësht, ne ndam në 300 dhe 300, si që ju e pat, pra me 2 faza edhe hedhja i qumshtit, 4 lugë supe semolina, mielli trash, mielli si migdali që vjen pikërisht nga semola, është ajo që ne kemi shpjeguar dhe herë të tjera. Greqi si migdali dhe shqip mielli ermik. Ashtu, të gjitha variantet ju a tham, që sido që ju ta njihni, ta keni të lehtë për ta identifikuar. 4 lugë supe sheqer, 2 vezë, cipa e 1 limoni dhe vanilje në pluhur, në lëng, varet se ju e zgjidhni për ta aromatizuar. Shërbeti, 700 gram sheqer, 500 ml ujë dhe një fet limon. Tako me mish të grirë dhe perime, receta e plotë është kjo, përgatitja nuk ka nisur ende, do ta kemi në pjesën e dytë në shumë mundësi, ndërkohë që përbërësit do të jenë një pako tako, 150 gram mish i grirë, një qep, një domate, një speci kuq, sallat jeshile, mister, krip dhe piper sipas dëshirës suaj, salcë për servirje. Kjo është receta e takove me mish të grirë dhe perime. Takot janë këto, për ju që doni i njihni, kam përshtypjen shumë prej jush, Katja tha që kryesisht janë këto emërtimet që brezi i ri njeh më mirë, megjithatë janë shumë të shijshme, do t'i shohim edhe pak më vonë, janë ideale për këto oraret e pasdites, po themi, për të shijuar edhe për darkë. Miell misri faktikisht. Po, janë të shëndetshme, po, shumë të shëndetshme, janë të lehta, të tretshme, domethënë nga organizmi dhe mënyra e përgatitjes është e ndryshme. Bëhen edhe me mish, po bëhen edhe vetëm me perime. Mund t'i mbushni sipas dëshirës. Mund t'i mbushni sipas dëshirës. Ndërkohë te kompania Neranzi mund të gjeni edhe kremra të ndryshme si ai që kemi ne aty, që janë enkas për këtë lloj recetë. Salcat, po, flasim për këtë këtu. Ne këtë kemi sot sriracha, është kjo salsa, që do të përdorim për t'i dhënë u japin shumë shije, por sigurisht që mund t'i përgatisim edhe me majonezë, me ketchup, që bëhet një lloj salse tjetër që është po shoqëruese e mirë. Ndërkohë që sa neve tham këto, filloj që kremi të nam pikse, po të trashet të pikset kremi. Dhe do ta kemi gati, ndërkohë unë kam larë këtë pjesën e kësaj enës, sepse do ta qete ena që të më ftohet pak, dhe bëjmë ato përzierje. Ja shtove vaniljen? Tani vaniljen edhe një lugë gjalp vanila, se kur kam gjalpin këtu. Edhe vaniljen, edhe gjalpin që kemi kaq të mirin. Kjo vanilja është fantastike. Sa aromë të mirë ka E pas ka shumë të mirë anila aromën. Vanilja është, si thuash, një nga aromat që hynë po thuajse në gjitha ëmbëlsirat. Nuk ka ëmbëlsira faktikisht pa aromën e vaniljes. Edhe mua më pëlqen shumë. Shiko kremi se si u bë, shumë thjesht e shumë shpejt. Hedhim dhe vaniljen. Anila mund ta mbyllësh lutem. Hedhim dhe vaniljen, e heqim dhe e kemi gati. Po, tani si çdo krem tjetër besoj edhe ky do ftohet, apo s'ka lidhje? Po, do ta lëm këtu që të ftohet, prandaj do ta kthej aty që të më ftohet. E tres pak gjalpin. Gjalpin ndihmon, domethënë që të edhe i jep shije sigurisht, por i jep edhe një shkëlqim kremit, sidomos mënyrën domethënë e hedhjes së gjalpit është mirë që ta hedhim kur bëjmë ëmbëlsira të tjera. Kjo do të bëhet edhe si me pet tani,
Po, se te kemi qumështor baklava. Kur kemi baklava, do thotë që do të kemi petët e gatshme. Këto që ne kemi këtu, që janë ideale për baklava. Ua kemi matur anvisave edhe, si tu është, ua dham gramaturën e dur, dhe të shikojnë tani edhe kremin se si është bërë. Se kjo do të ftohet, edhe do më pikset edhe pak, por jo të ateprojmë. E duam një krem të tillë. Dhe sa aromë të mirë që ka. Unë i kam e edhur 4 dhe 4 sheqer, por nëse doni, mund të shtoni edhe 3 luk sheqer. Po. 4 miell ermik, edhe 3 luk sheqer. Kjo varet se sa të ëmbël e doni. Sepse do të ketë edhe sherbet. Ta hapim pak të naftohet. Ta lëm diku këte Anila që besoj do të ketë më shumë. Tani nuk ka nevoj se ne Anila her pas here do ta trazoj. Juve në shtëpi, kur do ta lëni që të ftohet, do t'i vëni një membran guzhine që mos të krijoj kore. Mirë po ne që të naftohet tani, Anila her pas here do ta trazoj që edhe mos të krijoj kore, po dhe që të naftohet sa më shpejt. Ja, kështu. Kjo është detyra ime tani, kështu që po më pëlqen të paktën kam aromën shumë të mirë këtu përpara, edhe sa herë që e trazoj shtyrohet kjo aroma. Si e zonja dhe aroma. Edhe vaniljes. Ja, ti heqim këto këtu tani, se do të thomë për të bërë dhe sherbetin, po kemi kohën e sherbetit, që të hapim vend ku do të bëjmë pjesën e këtyre paketimit, do me thënë. Atëherë, të shojmë pak se këtu si do t'i kemi bëjmë. arat, të cilat unë i kam të thërmuara, të shtoj edhe pak nga ky galeta, që e gjeni dhe këtë të kompania Neranzi, por dhe nëse nuk keni, do me thënë që nuk e keni për momentin dhe keni vetëm arat edhe këto i gjeni gjitha, do me thënë gjitha produktet kemi në tryez, i gjeni atje, por mundet, në moment nuk keni, mund të sekni buk, e ta grini në makinë grirëse, gjë që ju ndihmon për momentin. Po. E trazojmë. Dikur nëna tona e bën me buk të thekur, që na bënin baklavan. Tani këtë e kemi gati, kam shkrirë edhe gjalpin e kam bërë gati, dhe do t'filloj tani këtu për të bërë peta. Do t'a bëjmë të kjo tava e vogël neve fillimisht, edhe tjera do t'i bëjmë jashtë programit. Ka shpak do bësh kati? Jo, më që t'arim kohën, këpton se duam t'i vendosim t'i pjeki. Sa jo shumë pak? Pak, janë 4 do marim. Se ka që mirë sa bëhet kjo? Bëhet shumë e mirë faktikisht, por që nuk do të kemi, dhe si janë këto kajtë të mira. Janë të kapura nga njëra anë, prandaj. Po, kanë 2 shtresa mbrojtëse, me gjithë pjesën e paketimit në karton. Kemi thënë gjithmonë që tregues i rëndësishëm i cilësisë së produkteve është edhe ambalazhi për të ruajtur sa më të freskëta. Shko se sa të mira që i kemi. Petët. I hapim në këtë mënyrë. Tani, tryezën neve kemi të pastër. Po, qëfar do bëjmë tani? Hapim petët, po pra po. Sepse I ka unë kraun tjetër të shpis pak nga pak. Doja një furë, po s'ka gjësi. Do t'a bëjmë me lukë, s'ka nevoj fare. Që do të thotë? Po. E marim një petë të pak, dhe s'ka nevoj që edhe pse, në shkëputë. Jo, një duhet. Por nuk ka nevoj dhe nëse do të na jetë e shkëputur. Që do të thotë? E kemi këtu edhe logën, tiganin. Gjalpin. Dhe ta hedhë në një tasë më mirë të që ta kemë afër. Gjalpin e shkrirë. Pra petët, gjalpi i shkrirë edhe arat e thërmuara do të na duhen për të filluar me gjysmën e recetës, që është baklavaja. Kremin e qumështorit e kemi përgatitur, e kemi gati, po presim që të ftohet, dhe kështu të bashkuarës së bashku do të kemi 2 në 1 qumështor baklava. Që do të thotë, nga një anë edhim gjalpin, nga një anë edhim arat. Edhe tani këtë petën palosim në këtë mënyrë dhe e kthejmë në këtë mënyrë. Këtu tani do të marrim... Të duhet krem, po, më duhet krem, s'ka problem, le të jetë ngrohtë, s'ka gjë. Juve lëni të ftohet, duhet me patjetër të ftohet. Po, ne po e bëjmë për shkak të kohës.
Dojeni bëjeni me furshe, dojeni bëjeni kështu me luksi si e bëj unë. Mua më pëlqen në kuzhinë të jem sa më praktike. Nuk ka problem. Verse duhet të hidhni pak gjallë. Gjallë do t'i hedhim edhe më mbrapa. Edhe bëjmë role në këtë mënyrë. Ja. Interesante. Pra i kemi të ndara racionet, një role, një racion. Nuk do kemi prerje të Atëre, shikone tyre. që se këtë e kam kështu anila, po që doj, s'ka gjë, do marrë tani sepse gjeta. Që ke ndezur këtë i ka ty? Kam ndezur furën që të më bëj gati, po si duket është mbaruar. Ja, tani është kemi okay, më ngrohtësh, të do ta mirë kemi të gati. petën, që do të thot. Edhe të gjithën ta bëni me gjalp, nuk është se i bën dëm gjalpi që është e vërteta, por të paktën e dua me patjetër me gjalp, se do të mbështetet mbi pjesën tjetër. Vendosim në gjysëm ara, ose hidhjani edhe me dorë arat, sepse spërkaten më mirë. E marim këtë pjesën e tërheqim, e hedhim mbi këtë, tjetë në mënyrë të barabartë, e kthejmë kështu, Dhe shtojmë hedhim kremin. kremin. Ne kemi ende të nxehtë kremin, por juve ju tham që do ta lëni të ftohet. Gjalp. E kemi ndezur furën në temperaturën 170-180 gradë dhe do ta lëni për 30-35 minuta që të na piqen. Do t'jen gati të ngrota këto, edhe do t'jetë edhe sherbeti ngrohtë. Të dyja do me thënë të ngrota, sa të dal nga fura, sa të dal nga pregatitja e sherbetit. I bëjmë vetë që t'jen kaq të mëdhaja dhe nuk i shtrëngojmë. Do me thënë duat t'jen kështu të sobza, të lirshme, edhe të mëdhaja. Nga një për person, do thoni është shumë, nuk është shumë. Një pet është. Një pet është. Lokarisim është një pet baklavaje. Pa kreme për këshumë është goxha mirë, do me thëmë për ta. Do vëmë një akoma, 2 do mera ju akoma nila. Po, një këtu dhe një këtu. Ju thash që doni të hidhni gjalp vetëm tek njëra anë, por edhe në anën tjetër po ta hidhni, nuk ka problem. Ashtu. Hedhim arat këtu. E palosim, që t'jetë e barabartë, e kthejmë në këtë mënyrë, i lyejmë pak anët. Mos do na duhet pak gjalp tjetër, Anila? Urdo? Mos do na duhet pak gjalp tjetër, është i gani atje, ha? Po, mund të Se një do bëjmë akoma, por na duhet që të hedhim pak lartë. Ja. Do të vendos të tjerë për shkrirje, apo të kullojmë këtë që ka? Sërse ka shumë, në fakt. Hidhi dhe një luk që të jemi brënda. Më mirë hidhje se nuk na shkon dëm. Ua, sa forte pas kam mbyllur në këto me kati. Po, edhe një do na marim edhe këtu besoj. Eja, edhe këtë të fundit. Tash për petët, mos kini merak edhe po kanë vënde që janë, do me thënë të hapura, nuk ka asë një problem. Që është e vërteta, mua nuk e di pse më pëlqen më mirë me lugë, se ato me fuqë. E të njëjtën gjë bën edhe luga. Jemi, si tuash, të vjetrat neve në mosh. Ti? Edhe jemi mësua unë. Edhe jam mësuar që bëj me lugë, se si më duket me pjesën e... Ishte pak ujë tigani nga fundi. Po na kërcej tigani, po më duket si ishte pak i langur nga poshtë. U tha tani, s'po e luajmë. Në rregull. E kapim kështu. Ja, s'ka gjë se maru, që mos kërcas më.
E marrën kështu. Ne kishim vënë lavaman edhe ka përshtypjen është lagu. Po, është lagu nga lavamani. Tani, Ta lëm këtu tjetër. Sa të shkri, të shkri. Që do të thot, hedhim dhe kremin tjetër. S'ka nevojë Anila tani se mbaruam. Fika sobën ka të përsëri energji, ta lëm dhe zor. Në rregull, në rregull. Si bëjmë në shtëpina? Ashtu. Mbaroj me fikin. Zakonisht prindrit e kanë këtë. E fike? E fike dritet. Edhe një këtu, sepse nuk shoh që të na marri. Po, aq. Edhe do t'ju them anvisave që këto nuk i shtrëngojmë, i lëm lehtas që të bëhen. Nuk janë ato racionet e vogla, cilindriket e vegjël, janë sepse këtu kemi krem, kemi ara, do të ketë pak sherbet edhe një e tillë është e mirë, është e mjaftueshme. Kemi nevojë ta konsumojmë një. Sepse peta e pjekur do merr dhe ajër, siç thot Katina thotë. Po, ajroset. Por nuk është e ngjeshur, pra bëhet si tani nga një lugë sipër krokante. Dhe do ta pjekim në furrë, tham 170-180 gradë dhe do ta lëm 30 me 35 minuta. Dhe do t'i kemi gati, do t'i nxjerrim nga furra, mbas si që do të vim, dhe do t'na jenë bërë gati. Do t'kemi sherbetin e ngrohtë, që sherbeti do të bëhet në sasin 500 ml ujë, 700 gram sheqer, një fetës limon. Do me thënë veç se këto, do t'i zijem për 5 minuta sheqerin, të valoj, dhe do t'a kemi gati të ngrohtë njërën, të ngrohtë tjetrën, i bashkojmë bashkë dhe... Shumë shpejtë, shumë mirë, po. Duket sikur ka shumë procese, po secila prej tyre bëhet shumë kollaj. Pra 5 minuta kremi, jo, të thjeshta. 10 minuta shtrimi i petove, 30 minuta pjekje, shërbet dhe në një orë kemi një qumështor baklava të shkëlqyer me krem, me arom vanilje, me ara dhe gjitha të mirat. E vendosim në furrë tani. Ja, një sekund lutem. Do fshish tavën. E ndërkohë mësojmë sa kohë kemi për të ditur se çfarë do të bëjmë në vijim. 2 minuta kohë për të riparë recetat, mendoj unë. Alina? Po, kjo ishte. Po, intenzionesh. Ha, si e të? Kohën. Kaj, hajde shto. E pra jo tringëlliu, mbaroj koha. Po. Tringzilja. Furra gjithmonë e ngrohur përpara, e themi dhe e ripërsërisim, duket sikur ndonjëherë përsërisim veten duke ja u kujtuar këto informacione gjithmonë, por janë të rëndësishme dhe janë pjesë e kuzhinës që recetat të dalin sa më të shijshme dhe ashtu siç duhet të realizohen, pra të mos i harrojmë këto detajet e vogla. Tani para se të shkëputemi, shohim edhe një herë recetat duke treguar se si e përgatitëm pra qumështorin baklava dhe sigurisht receta e fundit do të jetë ajo që do të përgatisim kur të kthehemi që janë takot. I shohim me radhë. Qumështor baklava do të dojë një pakopet baklavaje, 100 gram gjallë, 200 gram ara të bluara, 3 lugë galet, kremi 600 ml qumësht, 4 lugë supe miell si migdali apo ermik, 4 lugë supe sheqer, 2 vezë cipa e një limoni dhe një vanilje. Do të kemi edhe shërbetin të cilin ne do ta përgatisim gjatë kohës që do të shkëputemi për ta patur gati dhe ta shërbetosim kur të kthehemi në pjesën e dytë dhe ta nxjerrim nga furra me 700 gram sheqer, 500 ml ujë dhe një fet limon. Ku jemi, Anila? Jemi te takot me mish të grirë dhe perime. Na duhet që kemi kohë, do të bëjmë një diçka tjetër, vazhdo. Okej, jo, do lexojmë edhe këtë dhe do bëjmë kur të kthehemi, se s'kemi më kohë. Një pakop tako, jo, 150 gram mish i grirë, një qep, një domate, një speci kuq, sallat jeshile, misër, krip edhe piper, salcë për servirje. Tani. Po. Jo, jemi në mbyllje. Jemi në mbyllje. Po do vim prapë. Në rregull, se doja që me këtë të tregoj edhe një mënyrë tjetër, përveç se roleve që e përfundojmë dhe e bëjmë këtu në tavë. Po mi ta tregojmë kur të kthehemi? Me arra, po dhe me këtë. Edhe po nuk patëm kohë ta pjekim, të tregojmë më mirë si bëhet. Pra kemi bërë që kemi bërë kremin, kemi petët, na ka tepruar ara dhe gjallë. E mendova ta bëjmë ndryshe në një mënyrë tjetër, shumë mirë. Shkëputemi për pak minuta, ju mos u largoni, ne ju presim në kuzhinë me shumë dëshirë për të vijuar gatimet tona. Anila. Jemi rikthyer në studio me porosit e katit se mos na digjen ato Anila, ndërkohë ti shikojmë e kanë marrë ngjyrën sipër, çfarë janë ato që kemi në furrë. Baklava qumështor, një recetë që ne e bëm në pjesën e parë, ndërkohë që këtu në shoh kati ka nisur përgatitjen e mishin e grirë kemi bërë neve, kemi aromatizuar me atë miksin e erësave, kam shtuar pak kështu ujë dhe
faktikisht i hedhim dhe pak fare anila që të... Uj. E di, kam lënë këtu, apo jo? Jo, s'ka ja se marrim të... Me shishen, po, faleminderit. Edhe është ingrot ai. Se ingrot duhet. Atëri të dashuran vista, ju e patë që neve pregatitëm, se ato që na ndoqën, kemi pregatitur si thua qumështor baklava, sepse kemi përbërësit edhe të qumështorit edhe të baklavas, prandaj të kemi thënë kështu. Tani, unë këtu na kanë ngelur i bëm rolen, neve dhe të tregojmë pak më mbrapa mënyrën se si është pregatitur, ju mund të shikoni në YouTube, ndërsa tani shikoni mënyrën tjetër që nëse doni mund të bëni edhe kështu. Që do të thotë, kemi këto petat, kam hedhur gjalp në fillim fare, sepse i lash në momentin që u shkëputëm, do t'i spërkasim këto mirë shumë me gjalp. 2 petat e para. Kam hedhur ara dhe unë i kam shtuar me pak biskota thrime tani këto arat. Nëse keni mundet të shtoni, do me thënë, s'keni shumë arat dhe shtoni pak biskota ose edhe bukë të thekur që thamë. Pa. Por i hodha unë ca biskota. Tani do të vëm një, to ishte një pet të cilën e kishin, do me thënë që na u rudhos. Vendosim këtë s'ka problem. Se këto tani duam të jenë të rudosura. Hedhim pak gjalp, edhe dini se këto lloj ëmbëlsira, gjalpi i mirë dhe i freskët i bën shumë të shishme, dhe gjalpi i hathemi neve. Tani hedhim edhe, e shiko kremi tani se sa unë blok, ufto, po kaq duhet. Që duhet ishte, po. Jo t'jetë edhe shumë më i plot, në këtë mënyrë. Ndërkohë, shërbetin këtej kante? Të marri një valë dhe ta fikim. Okej, tani e kemi në rregull. Edhe masat e shërbetit neve i thamë, do t'i themi edhe një herë. Po, do t'i themi pa tjetër, po. Nëse do t'i e thuash kështu me... Do t'i themi me gojnë. Fjalët e tua, e thua ti dhe pastaj unë i rilexoj në një moment në vazhdim kur çojmë prap. Kati, nëse do më shumë ujë se ka është më thua, jo, se unë po ja hedh pak nga pak se... Hidhi dhe pak fare anila, se s'ka nevoja, është mish i griru, ka vërdis, si hodha unë pak më përpara ujë. Me idenë që këto do mbushen dhe s'duhet jetë diçka e lëngshme, apo jo? Pra do të kemi një duhet të masë që të qëndroj brenda takuve. Thjesht jetë zjerë mishi. Një spërkatim këto. Vëm edhe këto petët. Rudhosim një në brëndësi, se kemi këto petët anash. Kështu që e bëjmë këtë rudhosje në brëndësi, edhim edhe ara, shtresën e fundit të arave, edhe këtë, po do një konsumoni kështu, po do një bëni dhe këtë me sherbet, të njëjtën gjë. Vendosim edhe këto 2 petët e tjera, që na kanë ngelur. Nuk na prish punë që t'jenë edhe të rudhosura, se aq më mirë piqen, aq më mirë ajroset. Edhe jo të shtypura, kështu të ajrosura petët. Edhe këtë të fundit, madje një them të do thua shtyp se. S'ka gjë. Gelet e pikni në tigan me djath. Edhe bëni byrek me djath. Asgjë nuk shkon dëm. Nuk shkon dëm, sepse që është e vërteta dua ta lë vetëm me këto dhe është mjaftueshëm. Kanti, takot besoj nuk duan shumë kohë për gatitjen, no? Jo. Ato tani bashkime duan. Se kemi gati. Ato janë gatime të shpejta, ato janë për të rinjt. Po. Edhe këtu prap do të na duhet pak zgjalp, se su plotësua tamam, po hajde. E fshim, të njëjtën temperaturë, të njëjtën kohë pjekje, edhe për këtë tavë, pra 170-180 gradë, dhe në të heqim të njërë, pastaj të marim një letër tjetër të fshim edhe e të vendosim në furrë. Ndërkohë do t'i nxjerrim ato të tjerat? Po, mund t'a nxjerrim ato anila tani, ja. Lërem dhe furrën edhe e bëjmë gati për të vendosur... Sherbetin është bërë gati. Okej, shumë mirë. Mund të heqim ato dhe të vendosim këto. Shumë vështor, baklava. Shkojmë pak sa e këndshme ka dalë. E shishme pa diskutim. Ka një krem shumë të shishëm brënda, ka ara, do të
Ja të tregojmë edhe për punën e sherbetit, ta shikojmë me thënë që, shiko, se a i lidhur që është. Duhet sherbetit t'il, thamë, 500 ml, jo. 700 më duket se e kishi? 700 gram sheqer, 500 ml ujë. Okej. Kështu është raporti. Edhe 2 feta limoni. Shumë e mirë duket. Ashtu. Tani, këto, mos keni frikë, nuk qëllosin, petët e holla kemi thënë gjithmonë, e duan t'jenë të ngrohtë ato, t'jeti ngrohtë edhe sherbeti që të bëhen, do me thënë, të zbuten edhe të ndjekin atë shijen e mirë. Kur të ftohen, ti provoni, ti shijoni, sepse bëjnë vërtet shumë të mira. Dhe e pat, shumë pak kohë doan që të përgatiten. Shumë pak, vërtet. Më pëlqyer që nuk ju merr fare kohë dhe shijon shumë, që mund ta bëni këto ditë në shtëpi. Tani shpejt, minutat që na kanë mbetur në vazhdim do të merremi, pra kemi ja të ashtu. Hapim këto dakot. Do hapim takot, po. Këtu kemi 12. Marr një pincun që të vendos ato. Takon do t'i shohim edhe nga brenda, për ju që keni dëshirë t'i provoni edhe t'i përgatisni edhe në shtëpi, sepse e di që të gatshme her pas here i konsumojmë kur jemi jashtë. Tani, këto takot, nëse duam, mund t'i vendosim pak ata që duan që të ngrohen pak në furrë. Të marrin një temperaturë. Në të një vendosim në radhë në një tavë, dhe i vendosim që të ngrohen pak. Edhe mishin au bëgati. Pra, këto janë. Ata përdorin shumë këto mishin e grit. Mbushen nga brenda. Unë mish viçi ka marrë, mund të merrni mish viçi, mish qëngji. Ata i përzidhni vetë juve, dhe me thënë, si pas dëshirës. Por, mund të bëni akoma edhe pa mish, por shijoni një zakonisht shumë, kur e kemi me mish. Marim këto këtu. Edhe t'i vendosi direkt. Gati i ke gati. Po, t'i vendosim këtu Anila? Si të duash të, thjesht i hampa. Faleminderit. Sepse janë delikate, duan pa kujdes për të mos i sforcojmë, që të mos i prishet forma. I vën këtu, du me thëmë duke mbushu, duke mbështesur njëra tjetërën. Se si vendos të kjo e vogla? Të duhet për diçka tjetër kjo? Jo, thash që të dukeshin më mirë. Po ja, i vendosim kështu. Ne 3-4 të bëjmë, sa për të krijuar një ide. Pra te mora këtë, po thash... Aq, 3 janë mjaftueshëm. Do shikojmë tani, do të shikojmë. Se edhe kohë nuk kemi shumë. Një lugë, ja, që të hedhim mishin e grirë fillimisht. Edhe ajo që, thua se dona qëndrojnë Anila këtu? Po, ti provoje, si të shohësh ti ma. Njëra qëndroj. E pas të po mbushen i mban edhe pak pesha e vetë. Pesha e mbushjes. Sa aromë të mirë ka marrë ki mishi? E morë më sysh. Ja, shumë bukur janë. Atëherë, do shtojmë tjetër? Pritani, domatin edhe specin dhe qepën që i kam këtu. Të spec dhe qep. Perime të ndryshme, çfarë të duan, du me thënë. Këto shijojnë shumë mirë me çdo gjë. Edhe tjetra që akoma edhe lakër mund t'i hedhim. Akoma edhe salat jeshile. Salca të ndryshme. Të prera kështu holl edhe tjetra është që misër. Të hedhim nga një copës kështu tani ne. Ndonjë fetës domate. Dhe të lutem Anil një thikë, më falë. Të lutem, unë përre jam këtu. Se kombinohet shumë mirë me pjesën e domates. Edhe këtë, edhe salsën, edhe jemi në rregull. Nuk shtojmë asnjë gjë tjetër. Do ta shërbejmë edhe një kështu, ambëlsirë, nëse kemi kohë. Ta shojmë edhe në pjatë, bukur. Kanë gjithë kjo tani këtu dhe... Ka nevojë për mua? Jo. Sukses. Faleminderit.
Nuk e ka nga këto që... Duhet ta ketë me rrotullim. Po. Si kemi ta shishe të pahampura? Ashtu. Fluturoj. Kemi dhe këto. Këto salcat i japin gjithë lezetin këtyre recetave. Japin shumë shije faktikisht. Po i kanë të vetat, ajo është pjesë. Këti lloj gatimi, kështu që Tani nuk e dim. Mendoj se më japon. Kush ka dëshirë pastaj Një gjë shilloke donte kjo, po hajde më kështu, që kanë bukur. Shumë bukur ngjan. Plot ngjyra e ke. Të verdha. Në rregull jemi. Mos i prek më fare. Atëherë shtraj duart unë edhe heqim edhe një. Tregojmë edhe një ponj. Ka ti, po i hëngrëm në sysh, i hëngrëm. Hiqe Ani, hesi do të... Hiqe! Mos e që... Ska që. Tani. Kështu lëri, as mos i prek fare, do t'i ham këto për pak minuta. Po, shiko si... Lëri ashtu. Salca është shumë e mirë. Qesh moli bëhet qefi. Pikante. Ta prisnim një qik, në fakt. Apo, se... Atere, po, aq ko kemi sa ta presim edhe qumështorin. Që është e vërteta? Qumështor, baklavaj, quajni si të doni, i ka të dyja brënda, edhe është fantastik. Shifeni në qikë si është bërë. Jo, nuk flasim, mo tani se ne po i ham në syshtë edhe gatimet tona. Do na rëshkazin në një copë kremi edhe aty. Para si që të na ashu, neve i... Shumë e mirë. Mos i hedhi me gjë tjetër. Ka që është okej. Doli. Shumë bukur. Për ta provuar ta provojmë pas pak, sa të ftohet edhe një qik, kështu që kemi 1 minut ko. 1 minut. Aj sa për të... Në regull, hajtë se s'pojnë nga... Bërë një kështu përmbledhje të shkurtër të asaj që sollëm sot. Pra, baklavan qumështor ja u sollën në 2 variante. Njërën e keme në furrë që do të thotë nuk po ja u tregojmë dot, sepse ende nuk ka përfunduar pjekja, por mënyra e të përgatiturit, do të thënë përbërësit janë po të njëjtët, mund ta sillni në formë role, po mund ta shtroni edhe në tavë për ta bërë më thjesht nëse nuk keni nerva të bëni mbështjelljen e petëve, edhe pse është një mënyrë shumë e thjeshtë. Recetat, pak minuta më vonë ju i gjeni duke klikuar në YouTube në 2 kanalet tona zyrtare, në News 24 dhe në Villa 24, ja ku i kemi në ekran të dyja, gjithashtu duke vizituar edhe faqen tuaj të preferuar dhe tonën gjithashtu për informacione, për argëtim, për të rehat më të fundit dhe për gjithçka që është pikërisht Balkan Web. Mos harroni rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, na gjeni kudo, kështu që ju mirëpresim të na ndiqni në të gjitha mënyrat tuaja më praktike, nëpërmjet telefonit që kemi gjithmonë në përduar, ajo media jon që e transportojmë kudo dhe sigurisht live në News 24 nga shtëpit, nga baret, nga ambientet e ndryshme, jemi me ju çdo mëngjes. Të lumshëm nduar, duhet ikim. Faleminderit e dashur, faleminderit e ju të dashur anësa që qëndruat me ne. Mos hezitoni të përgatisni sepse vërtet të dyja recetat janë shumë të mira, të shijshme, të shëndetshme. Kaloshi sa më bukur, miru pafshim, miru takoshim nesër këtu me ide dhe receta të reja. Miru pafshim. Publicitet.